Lindja e një fëmie është momenti më i fuqishëm i jetës njerëzore. Është fillimi i një historie të re, një kapitulli plot shpresë, gëzim dhe mister. Por, ajo që shumë prej nesh nuk e din është se rreth botës, ky moment i shenjtë është i mbushur me tradita që për ne mund të duken krejtësisht të pazakonta, madje edhe të çuditshme. Sot do t'ju çojmë në një udhtim në kulturat e botës, për të zbuluar disa nga ritualet më të veçanta që njerëzit kanë praktikuar për dekada, shekuj, ndoshta edhe për mijëra vjet. Disa janë të bukura, disa janë të frikshme, e disa të tjera thjesht do t'ju habisin. Por, të gjitha kanë një qëllim, mbrojtjen e foshnjës dhe nënës, dhe sigurimin e një fillimi të mbar në jetë. Korea e Jugut, ujë i nxehtë për 21 ditë. Në Kore, pas lindjes, gruaja ndjek një traditë që do të thotë 21 ditë pushim. Gjatë kësaj periudhe, ajo nuk duhet të dalë nga shtëpia, nuk duhet të prek ujin e ftohtë dhe duhet të pi ujë të ngrohtë vazhdimisht. Po, ujë të ngrohtë, edhe nëse jashtë janë 40 gradë. Sipas besimit tradicional, uji i ftohtë dëmton trupin e dobët pas lindjes dhe mund të sjellë pasoja për vite të tëra. Prandaj, nënave u jepet supë algash, një nga ushqimet simbolike të rimëkëmbjes. Për ne, kjo duket e tepruar, por për ta është mënyra më e mirë për t'i dhënë nënës forcë. India, shtrati i një jave. Në shumë kultura indiane, pas lindjes, nëna dhe foshnja nuk duhet të prekin tokën për 7 ditë. Ato qëndrojnë në një shtrat të caktuar, vetëm për këtë ritual, i cili besohet të mbrojë foshnjën nga energjitë e këqija. Në ditën e 7, familja zhvillon një ceremoni, momenti ku zgjidhet emri i fëmijës. Shpesh, emri caktohet nga një prift, jo nga prindrit. Mund të duket e çuditshme, një javë pa dalë nga krevati, një emër që vendoset nga një person tjetër. Por, në kulturën indiane, ky është një akt nderimi, një fillim i bekuar. Kina, muaji i artë pa larje flokësh. Në Kinë, tradita e lashtë, që do të thotë të ulesh për një muaj, është ndoshta një nga zakonet më të pazakonta për një nënë të re. Gjatë 30 ditëve pas lindjes, gruaja nuk lejohet të dalë jashtë, të lajë flokët, të konsumojë ushqime të ftohta, të qëndrojë në erë apo pranë dritareve. Qëllimi? Ruajtja e energjisë së trupit. Edhe sot, shumë gra kineze e zbatojnë këtë ritual. Disa në mënyrë të rreptë, disa më të moderuar. Për ne, që jemi mësuar me dush të shpesht, duket ekstreme. Por, kjo traditë e ka kaluar kohën dhe vazhdon ende sot. Japoni, besimi i dhimbjes. Në Japoni, gratë inkurajohen të lindin në qetësi, pa bërtitje. Besimi i vjetër është se sa më e qetë të jetë gruaja gjatë dhimbjeve, aq më e fortë do të jetë foshnja. Në disa spitale tradicionale, gjëja që dëgjon gjatë lindjes është eshtja. Nuk është turp, nuk është presion, është kulturë. Kjo qasje i mëson nënat durim dhe kontroll, të cilat konsiderohen virtyte të rëndësishme në rritjen e fëmijës. Etiopia. Fëmia nuk duhet parë për 40 ditë. Në disa zona të Etiopisë, foshnja nuk tregohet për publikun për 40 ditë. As për miqt, as për të afërmit të lagrët. Vetëm familja më e ngushtë ka të drejtë ta shohë. Arsyeja? Mbrojtja nga syri i keq dhe energjitë negative që sipas traditës mund të dëmtojnë fëmijën. Vetëm pas 40 ditësh bëhet një ceremoni e madhe, ku foshnja prezantohet dhe bekohet. Turqia. Uji me monell për fat. Pas lindjes, turqit zakonisht vendosin pranë foshnjës një gotë me ujë dhe brenda ujit fusin një monell. Uji simbolizon pastërtinë. Monella simbolizon begatin. Kjo gotë lihet pranë krevatit për 40 ditë dhe besohet se mbron foshnjën nga ndikimet e liga. Në fund të 40 ditëve, uji hidhet dhe monella ruhet si amulet. Nigeri. Lëkundja e foshnjës me dridhje. Në disa zona të Nigerisë, mënyra se si e vën foshnjën në gjumë është shumë ndryshe. Nënat e mbajnë foshnjën në shpinë dhe e lëkundin me lëvizje të forta. Ndonjëherë edhe shumë të forta për standardet tona. Edhe pse duket e rrezikshme, në atë kulturë, kjo është mënyra më e natyrshme dhe më e sigurt e qetësimit të bebes. Finlanda. Foshnjat flenë në një kuti kartoni. Kutitë e famshme të Finlandës janë të njohura në të gjithë botën. Qeveria u jep prindërve një kuti të madhe kartoni me dyshek brenda, e cila përdoret si krevat. Dhe çuditërisht, foshnjët
flenë më mirë se në krevatet e shtrita. Për shumë njerëz, ideja e një bebe që flenë në një kuti kartoni duket e çuditshme. Por Finlanda është vendi me vdekshmërinë më të ulët të foshnjave në botë. Kështu që ndoshta kutia e kartonit është më magjike se s'duket. Nicaragua, mbrojtja me krip. Në disa fshatra, foshnjës i vendosin pak krip në ballë. Besimi i lashtë thotë se kripa i largon shpirtrat e këqij dhe mbron fëmijët nga sëmundjet. Edhe pse sot s'ka asnjë bazë shkencore, shumë familje ende respektojnë këtë zakon. Meksika, djepi që nuk dalet kurrë. Në disa zona rurale të Meksikës, djepi i foshnjës duhet të lëvizë vazhdimisht, edhe shumë pak, por të lëvizë. Nëse djepi ndalon të lëkundet, besohet se fëmia mund të zgjohen shpirtrat e këqij ose makthe. Prandaj, nënat shpesh e shtyn djepin edhe kur janë në gjumë, vetëm që ai mos të ndalet. Ballkani, mos e nxirr fëmijën para 40 ditësh. Edhe te ne në Ballkan ekziston një zakon i njohur. Foshnja nuk duhet të dalë jashtë për 40 ditë. Kjo bëhet për disa arsye, si për shembull, mbrojtje nga syri i keq, shmangje e sëmundjeve, ruajtje e forcës së nënës dhe fëmijës. Në shumë zona, brapa peshit të fëmijës vendoset një gjilpër e fshehtë për të larguar energjitë negative. Edhe pse, për shumë prej nesh, kjo është thjesht traditë, për brezat e mëparshëm ka qenë mbrojtje e vërtetë. Papua Guinea. Babi nuk e prek fëmijën javën e parë. Në disa fise të Papua Guineas, babai nuk lejohet ta prek foshnjën për disa ditë, e ndonjëherë edhe për disa javë. Kjo sepse lindja konsiderohet fuqi e pastër femërore dhe babai duhet të qëndrojë larg derisa energjia të stabilizohet. Betën pastaj ai lejohet ta mbajë fëmijën për herë të parë. Diçka e çuditshme, por është e vërtetë. Çfarë na mësojnë këto tradita? Se pavarësisht sa të ndryshëm jemi, të gjithë kemi të njëjtin qëllim. Të mbrojmë fëmijën, t'i japim një fillim të mirë në jetë, të besojmë se e mira mund të trashëgohet. Disa tradita janë të çuditshme, por disa tradita janë të bukura. Çdo popull beson në mënyrën e vet, se si të sjell fat, shëndet dhe dashuri për krijesën e re. Dhe kjo është ajo që e bën botën kaq të larmishme dhe kaq magjike. Në këtë video zbuluam se pse japonezët lindin në heshtje, pse koreanët pinë vetëm ujë të ngrohtë, pse etiopianët fshehin foshnjën 40 ditë, pse turqit vendosin monell të djepi dhe shumë rituale të tjera që sfiduan logjikën. Po ju, çfarë rituali keni përdorur për fëmijën tuaj? Nëse ju pëlqejnë videot tona, ju ftojmë të na bëni like, comment, share dhe subscribe. Faleminderit.